Javën tjetër fillon zbukurimi i qytetit të Tetovës. Konkretisht, sipas informacioneve zyrtare të komunës së Tetovës, zbukurimi do të fillojë të mërkurën. Vendimi u miratua edhe në Këshillin e komunës së Tetovës gjatë një seance të jashtëzakonshme ditën e djeshme. Shumica e këshillit, e përbërë nga grupet këshilltare të Vlen dhe VMRO, votuan pro, duke i hapur rrugë nisjes së përgatitjeve për zbukurimin e qytetit. Vendimi vjen pas një debati disa orësh mes këshilltarëve, ku diskutuan aspektet financiare dhe organizative të dekorimeve festive. Krahas zbukurimit, për këtë vit nuk është parapar program kulturor. Mbajtur një seancë të jashtëzakonshme ku si pikë e rendit ditës ka qenë edhe zbukurimi i qytetit. Kjo pikë e rendit ditës u votua me shumicë votash. Zbukurimi i qytetit do të fillojë nga dita e mërkurë, nga monopoli deri tek gjyqi. Do zbukurohen 70 shtylla ndriçuese, do të ketë një breth në sheshin Iliria diku 10 metra i gjatë dhe sigurisht do të ketë figura për fëmijë që mund të fotografohen. Nga dita e fillimit mendojmë se për 2 ditë do të jetë gati, eventualisht ditën e premte apo ditën e shtunë qyteti do të jetë i zbukuruar. Program nuk kemi parapar, është vetëm zbukurimi i qytetit. Kundër vendimit votuan këshilltarët nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, ndërsa të përmbajtur ishin këshilltarët Më Mirë për Tetovën, Levica dhe LSDM-ja. Kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Jusuf Abduli, konfirmoi miratimin e vendimit dhe theksoi se zbukurimet i këtij viti synojnë të krijojnë një atmosferë festive më të ngrohtë dhe më atraktive për qytetarët dhe vizitorët.